rreth normave të moralit të leximit të Kuranit. Për të qenë sa më përmbledhës dhe për të mos u zgjatur shumë, na duhet të përsërisim dhe të themi se synimi dhe qëllimi përfundimtar i leximit të Kuranit është skicimi i një tabloje kuranore, thellësive të qenies së besimtarit. Qëllimi i leximit të Kuranit është ngulitja e urdhëresave dhe ndalesave kuranore kujtesës dhe sjelljes së besimtarit. Që këto qëllime të larta dhe të pastra të realizohen me sukses, duhet të kihen parasysh disa norma të përgjithshme të moralit dhe të edukatës gjatë leximit të tij. Nëpërmjet këtyre normave të sjelljes dhe të edukatës me Kuranin famëlar, nuk nënkupton thjesht kujdesin e treguar për të zbatuar në mënyrë të saktë rregullat e leximit dhe të texhuidit, siç është për shembull përpjekja për ta kënduar atë me zë sa më të bukur e melodios, apo përpjekja për të përkujdesur rreth vendnxjerrjes së shkronjave dhe përcjelljes së tyre në mënyrë sa më të plotë. Ka ana tjetër, përkujdesja dhe përqendrimi i plotë te kuptimet dhe përmbajtja e ajeteve, duke lënë pas dore rregullat e prera të leximit të tij, është një qasje defektoze, pasi defektet e ndryshme gjatë leximit të Kuranit dhe mungesa e përqendrimit të rregullave e texhuidit mund të prodhojnë jo vetëm mangësinë formale, por problematika të mëdha, të lidhura në mënyrë të drejtë me kuptimin e atyre fjalëve. Pakujdesitë e kësaj natyre mund ta deformojnë fjalinë dhe mund ta largojnë kuptimin e saj tërësisht prej boshtit timor, të synuar prej Allahut të madhëruar. Të përqendrohesh vetëm te leximi i bukur i Kuranit dhe të shpenzosh të gjithë energjinë e qenies në funksion të realizimit të këtij misioni mund të jetë në vetvete një cytje prej iblisit të mallkuar, e cila ka për qëllim të largojë energjinë e besimtarëve prej thelbësores në sipërfaqësore. Kjo është një qasje që ka për qëllim largimin e besimtarëve prej njohjes së urdhëresave dhe të ndalesave, prej njohjes së mësimeve dhe udhëzimeve të tij madhore, prej njohjes së moralit të lartë njerëzor. Përfundimisht, mund të themi se synimi dhe qëllimi i përkujdesjes për këto norma gjatë leximit të Kuranit është i lidhur me të dyja anët e medaljes. Përkujdesja për bukurinë e leximit, si përkujdesja për formën, duhet të jetë bashkëudhëtare e përkujdesjes për atë që është edhe qëllimi më i madh i sherajetit, që është meditimi i thellë rreth kuptimeve përmbajtjes dhe qëllimeve të zbritjes së ajeteve kuranore. Në librin El Kafi transmetohet që Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, të ketë thënë: "Te ky Kuran gjenden fanar ndriçues dhe pishtar të gjithësisë, andaj hapni mirë sytë tuaj dhe kthejeni shikimin nga ai. Nuk ka dyshim se meditimi është jetë për zemrën e besimtarit, ashtu siç është drita për ata që kërkojnë të ndriçohen në errësirë." Në një transmetim tjetër, vjen për lexuesin përshkrimi që prisi i besimtarëve, Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, i bën në mënyrë të zgjeruar cilësive të njerëzve të përkushtuar dhe të devotshëm. Ai thotë: "Sa herë përballeshim me ajetet që transmetoheshin kërcënim apo frikë, ata vinin në dispozicion të këtyre ajeteve sytë e shpirtrave dhe të zemrave të tyre. Lëkura e tyre rënqethej prej drojës ndaj Zotit, zemrat e tyre driteshin prej frikës ndaj tij. Përshëllimat dhe zëret e frikshëm të zjarrit të xhehenemit duke i siguri kishin pranë veshëve të tyre, ndërsa kur përballeshin me ajetet, u shpalosej premtimi dhe shpërblimi i Allahut, lëshoheshin të dorëzuar prej dëshirës për ta prekur atë sa më shpejt, duke trajtuar premtimin e Allahut si dritë e syve. Është më së e qartë se të gjithë ata që përpiqen të meditojnë thellë kuptimeve të Kuranit, zemrat e tyre fillojnë dal nga dal të ndikohen, derisa të mbërrijë përfundimisht grada e përkushtimit. Nëse arrin të ketë sukses dhe e gjen mbështetjen e Allahut në këtë rrugtim të tij, njeriu do ta kalojë edhe këtë fazë për ta bërë një kërcënim të madh dhe cilësor në raportin me Allahun e madhëruar. Menjëherë pas kësaj, organet e tij dhe çdo vepër apo fuqi e ushtruar prej tij kthehet në një argument prej argumenteve të Allahut. Të gjitha këto forca tërheqëse që ndërveprojnë ndërmjet qenies së robit të nënshtruar dhe Allahut të plot fuqishëm, e shtyn njeriu të mbërrijë në një tjetër gradë shpirtërore shumë të lartë, e cila shpaloset në mënyrë të qartë në shprehjen lexo dhe lartësohu. Nëpërmjet këtij lartësimi, qenia shndërrohet plotësisht në një gjendje pozitive të atill që e ka të pamundur ta kuptojë pjesa më e madhe e njerëzve.